Fillimisht faleminderit shumë që po më përcjellni kaq shumë. Kështu që hajde ta mbarojna. Qysh unë me shkryj shkollën e bosnjakëve, se po bëjem është, nuk e di, domethënë, ku është fjala më e mirë, më e bardha për to, seriozisht. Shpresoj që kena një bë 50.000 subscribera. Du me u kallëzu një story time. Sa i përket babës tem dhe prindve tina, inshallah, unë e bona në gjys për prindë e mi. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini edhe me një video, dhe une gjithmonë baroj, mirë se vini edhe me një vlog mas të të ne dyja. Të vlog mas i 7 me radhë, edhe më vjen shumë keq që ka ndodhur çaja dje me vlogmasin tem që nuk kam mujt më postua, më seriozisht në këtë shtëpi e kam ekstrem internetin e keq. Edhe jam të dosh me aboqarën, edhe plus e paguj ma shumë se gjithka. Nana jeme nuk e dija, pagun 10 euro edhe te ajo kur t'jam më postot gjdo video 40 minuta, 50 minuta, së më rëndësi më postot në rreth 15 minutave, do më thonë ekstrem shpejt shkon, përderisa unë e kam në pako, s'dija zatë se shka vjen të, edhe paguj goqi 30 euro, që do më thonë seriozisht është kogja shumë, edhe plus nuk po më kryin kur far pune, po menoj, kurse nuk mundet një video me ma postu shka me bo ma shumë tina. Masi thash që sot është e dil, edhe zakonisht dil dhe unë e pastroj, ama në masi që të pastrimin pa plan e bona dje, dhe që me vendosa sot me pas një skincare, një kujdesje për vetën, mi hek vetullat më ndrejq, më regullu se ti për gjatë nuk e kom bo që ata. Edhe të njëjtën kohë po kam qef në këto vlogmas me i bo, nuk është vlogmas për shama me bo vetëm që bëjtë gjatë ditës. Vlogmas gjithashtu kam e konë story time, Q&A, pastrim, unboxing, haulat, du më thonë një dalje, gjitha kanë me thonë. Vetëm vlogmas është si, që me thonë një emër i shkurt me thonë që është. Asi sot nuk kena me plan me bo absolutisht kur gjë heq. Edhe diçka të lidhna se shumica më keni janë kun kamerën për livret. Kamera e kolqa si opcioni me zgjidh a me ju përcjell, a mos me ju përcjell. Edhe unë e kom zgjidh qatë herë në qatë moment për me përcjell kamera. Ama e kom vrej që kur është si shpejt u shku, nuk po do këtë kaq mirë, përderisa nëse unë me një dhomë kisha pasur, kisha bo diçka, ashtu i shkojnë, është i pak ma interesante. Për nejse, tu që kjo ka mirë se ka do që shkoj unë përcjell, edhe po më do këtë vitja si me pas një robot në dorë. Du me u kallëzu një story time, tash i kallëzoj edhe ku e mora inspirimin. Prandaj, në vlogun e 5, e kom pas një koment, cili e diqysh më ka rikëthy në vitet kur kom ardhë këtë në Bosnjë. Edhe pralë edhe juve, ama edhe ta lexojmë bashkë. Përshëndetje, kam filluar të ndjek i kohën e fundit dhe po më pëlqen mënyra se si tregon për ditëshmërinë tënde. Do doja të dija më shumë rreth teje, si ke shkuar në Bosnjë për të jetuar apo ke lind atje. Do ishte ide e bukur në ndonjë nga vlogmas të flasësh për veten, për ne që sapo kemi filluar të ndjekim. Fillimisht faleminderit shumë që po më përcjellni kaq shumë. Shpresoj që kena një bë 50.000 subscribera deri për vitin e ri, tash sa kohë shanca nuk e di, ama jam bash optimiste me thënë drejtën, edhe besoj që nëse jo 50.000 përafërsisht edhe kena me i bom. Juve faleminderit që jeni të më përcjell, edhe kushdo që nuk më ka bë subscribe nuk e di si çka jeni të prit. Do të thonë unë jam tepër aktive në YouTube, nëse keni mujt me vret, edhe besa më me plot fjalë me thënë më shumë të aktive se në të gjitha rrjetet tjera sociale. Se qysh ko ardhur unë në Bosnjë, se ju thash që kena me bo një skincare, edhe fillimisht pjanisi prej vetullave. Qysh ko ardhur unë në Bosnjë, qysh ke pyetje. Më shumë rreth si ke shkuar në Bosnjë për të jetuar apo ke lindur.
E tash, për me arë diri të une duhet me anis bash fell me tregu këtë situatë. Story me thonë që është. Babi jem edhe zakonisht edhe printe tina, familja jeme komplet ka ana babit gjithmonë kanë pas. Do me cek që na nuk kena pas jetën luks, na nuk e kena pas jetën që nuk kena pas buk me hangër, na e kena pas jetën standarde, e kena pas jetën gjithmonë normale. Nuk është që e kena pas nëjë farë problemi sa i përket parve apo dishka. E tash, po du mu lidhë të kjo se do më thonë edhe babit tem ka pas në atë ku me shkudi që kjo ka mirë shumë dishka tërë pale se shka kom prejktje. Do më thonë në atë ku u kanë ajo punë si normal edhe të mit janë nga katuni se asun nuk u marrë nga Parizja qëshdo që e me nëne jo. Në atë ku me pas shumë lupë shumë kafsh u kanë ekstrem luks e qasi mënyrën kanë edhe prindrit e babit tem normal. Kanë ekstrem punëtor edhe sa kanë punu aqe dhe kanë pas gjo normale si gjdo kush. Se në atë hasit vetëmi që nuk shkojnë në shkollë dhe kina zanatin e me përgadit buken është qaj edhe nashti mas shumë të edhe na ka pështu kjo zanat sepse sot nashti une jo, amo tjera ti kanë ba milionat shkoki i furve, di që do që nuk kanë fura dhe nuk i kanë kërkon të njofshme me fur, ju do këtë e pa mundshme amo besovni, kush u kanë has, dini se për shka kanë vjollin, për shpia njerës marrin dhe më thonë, rruga katastrof, amo shpijat janë villa. Po du me thonë që me thonë drejten, baba jem gjithmonë ka mujtë në e që të në shpe me punu me ta e të ju. Amo baba jem është international bukvalisht me thonë qështo, sepse dal ka punu gjithka. Kur të thamë gjithka, mendoj Serbia, Kroacia, amo hala para lufte, hala i ri, Serbia, Kroacia në Bosnje, është ta shkuhen e fundit. Edhe gjdo ka në fillim ka punu të njerës të vetë, gjo normali. Edhe tani ka ardhë kuha me martu vlajnë e vetë, o gjën tem, mës jam, unë isha as jam gabim, ama me ndoj që është qështo. Edhe babi jam ka shku me punu, edhe ka thënë unë du me pas shpinë e re, kur ta marrë të vlajnë, edhe me abo dorësmën se që shduhet. Babi jam nuk ka në shpi 7 vjetë. Dhe me thonë, para më nëni 7 vite me punu, alë mësë me po nanën e babën, atëherë nuk u ka një martu normal. Edhe me 7 vjetë punë krejt, parat ja ka pru prindve vetë, e kanë përfundu shpijen, e kanë bët darësën, dhe më thonë, sa i përket babës tem dhe prindve tina, inshallah, unë e bona në gjys për prindve mi, që shukon aj për prindve vetë. Shtja ka zgo dorën edhe me i thonë drejten Lukja jemi nëna vetë ekstrem shumë e ka dosh babën tem, po me nëjë tash ajo nuk është më me ne, e ta në ashtë jetë dini. Edhe paka shumë këtë story e kun ka ullzua, më jo ka gjithaisht, para në ashtë 2-3 vite për hajt, por zotën kush lëp tash video para 2 vite se qka kom gjeru. Ka përfundu darsme në ne ka dala petë në duke dyshka me pënua, nuk e di sakt. Edhe kur u martu vetë, atëherë babi ka punu në Bosnjë me rrugë, si qifti Albanit sot unë me të. Edhe në atë moment nëna, babi jem e ka marrë nënën, dhe më thonë në atë ku, baba jem ka punu me rrugë, edhe ka pas mundësin me marrë gruën e vetë me vete. Unë nuk e di se shka që diti jo sot, për shumë unë me Albanit, se mu sot mu do kur gjë heqë, kërgjë një jetojnë pa vjeri. Atëherë babi, si që thash, e ka marrë me veti nënën teme, edhe ka njëtu këtë në busi pali se sa. Amo, pas mentalitetit, edhe pas e që veç ja ka ndarë si me ja nis luftës e të jë, nëna e më konë shtatë zanë me mu 9 muaj mdokët, kur konë këtë në Bosnjë, edhe si pas mentalitetit dhe shpijës babës tem, nëna e me në mujnë e 9 u qu prej Bosnjë, se atëherë nuk jenë konë autostradat, si tash atëherë kjo të te për gjatë, në konë rrugë katastrof, edhe në mujnë e 9 ka otu, para me doni me konë me dojen e babit tem.
Albani dhe më thënë e kish kallë krejt Bosnjën, edhe s'm kish leju mujnë e non me shku me dikon tjetër përveç tina kaq rrugë të lartë edhe kaq rrugë të keqe edhe tu e di që o tu nis lufta. Edhe masi babi jem për fat keq u kanë për do sene, për mendoj për fat keq, u kanë ekstrem i lidh me printe vet, nuk ka dasht kur me aprish nënës vet, se shumë i ka dasht nënën e vet normal, edhe ajo ata si që thash, edhe babi nuk ja ka prish. Dhe më thonë, nëna jeme u kanë mujnë e 9 me mua, kur ka shku në Kosovë, ta shlogarit një nashti u kanë djetorja, ja, kur ka shku midis dimrit, unë në janar jom lind, mas 2 muje ja ka nis lufta, se krejt në shpit babit të ishin nuk ka luft. Që ta shlogarit unë i këm pas 2 muje gjys, kur ja ka nis lufta. Paka shumë, do shta me njëftu me anën e prindve mi, se qyshe tek, kanë dollë lufta, kanë pështu që për zotit, na në familje tu nuk i kena pas kërkon të mytën do këtë, nuk jam e sigur nuk u kanë kërkosh. Ka kalu lufta, printe babit tem kanë shku në Prizren me jetu, edhe kanë jetu 7 vite me qera. Para se t'ja nis shpis babi jem, atëherë ju më kanë une edhe vllai jem. Më i kom pas 3 vjet, 2 e gjys, që është të shka, e vllai jem i ka pas 1 vjet e gjys. Dhe më thonë ekstrem i vogël u kanë. Edhe babi na ka marrë neve në Bosnjë. E tash, qysh ka arë babi në Bosnjë, para se me na pru neve. Babi jem e ka pas një formë do këtë si pizzeria, formë nuk e di, këto në centër Tuzlës. Edhe u kanë partner me një shok të vetin cili në halo sot e ka shok. Se babi jem është, nuk e ti dhe më thonë, ku më fjalla ma e mira, ma e bardha për tonë, seriosisht. Gjetë qëtë lokalin ku jena na sot, ku e kena na sot furën. Edhe kanë shku kanë bisedu me njëri, në një këni se a njëri ka dasht me dhonë ata për bank, edhe të një ku i ka thonë për shkade, në një këni për furë, edhe a njëri apet ka pranu, shka do, e ka pranu me kanë furë. Edhe me një kohë të shkurt u kanë partner me qatë shokin e vetë, në qatë furën, i kanë dhënë parat për gjys, normal edhe e kanë marrë qatë lokalin. Vjen thjesht ka vendos mu ndo me qatë partnerin e vetë, ama nuk e ndo keq, jam t'ju thonë që halo e qojnë ti për mirë edhe plus njëni tjetër në thirin vlla, do më thonë është këjt on top. Edhe, masi babi jem vetëm ja ka pagu normal parat që i ka dhënë aj për furën. Si babi jem unë do prej partnerit vetë, partnerit vetë në punë po menoj, tani na ka pru mu edhe nanën teme këto, edhe vlajnë se harova. Në mend që na i kina pas 3 vjet, une i kom pas 3 vjet, 2 e gjys 3, që është të diqka. Ama fura veç u kanë atëherë të pënu këto, veç u në kanë kërcanët në vide, më thë nuk është që ja kena njës nga punës. Ja ka njës babi vetë, pa ne. Edhe tani, më kujtohet si dje, nuk e di sa është e mundshme më kujtu njëri jetës vetë prej 2 vjetë e gjys. Unë e di e mojnë menë se kur i na nis na me arknina, e mojnë menë se kombi i kaltër të konë, e mojnë menë që nona bashkë kështu na majke si ofër, si me siguria dhe otot kise vetë ka otu. Do më thonë gjithmonë na ka majtë në gji, sidomos në gji për menaj ofër për qafun, edhe pas edhe njerës tjera më zgabofsha unë aty në kombi, edhe kër kena ardhë na e kena pas një banis, se për para nuk i në konë nëzimjet si sot, edhe e kena pas një banis katastrofale, e di që u konë ekstrem, fëtot ka dalë. Love you. Edhe e majnë men që u konë dimër, që bashkë ashtu u kanë dimër edhe bashkë ashtu nona na ka majtë për qafun me thonë që ashtu, edhe majnë men që ja e banesës se që aty i në kanë feel offer neve kur na kanë pru na kanë pru dysu ka mu nanës edhe nana e meri normal edhe vlajt ashtu si në tigull që me thonë si në gjam,
edhe u kon i drezës edhe i pishkës. Njerëz të dashur, unë sok më të mirë një temë s'kompi, unë alo e një shien e që ati sokit, dhe ju thashe na nuk jena kon të vujtë, na s'kur gjon heq, edhe na është ju kon arsyeja që nuk, qësh me thonë, nuk e kum ditë se shka po më gjenë, se na, unë më kon gjithmonë e ofër me lukën teme. Edhe faktikisht, unë prej vitet 2 vjetë e gjys të mija, jam këtu, amo, i kom bë disa, qësh me thonë, pauza me thonë që ashtu. Edhe atëherë u konë shumë ma kollaj mi ndrejq letrat se sot. Përderi sa Albani ka pagu letrat e veta 5.000 euro. Në me thonë, s'ka ma të se shka me thonë, për para u konë ekstrem let, edhe me bashku familje në që shkon ajo, se sot është katastrofe di vetë, se shka kum hjek deri kur i ka marrë Albani letrat e veta. Ashtu e mojnë mend që edhe na që atëherë kina ndru banisa, mos kufsha gabim. Me një ku une me vllajnë tem, bile kina pas gruën që na ka rujtë se nona e mu duke me punu normal. Gjithmonë kina punu, gjithmonë kina pas një jetë normale, nuk e kina pas jetën luksa, mosh ka do që na ka mungu. Kina pas, nuk e kina pas për shumë probleme blejet e jetë. Tash po foli vetëm bashkë për mua, nuk po foli për familjen teme se çka kanë bërë të jë. Jeme ekstrem u kon e lidh, në fakt jam kon e vetëm ja çik për 2 djemve, që me thonë, babi edhe Oxha i ka 2 djem, edhe tani babi, e ka pas vetëm vllajën tem, edhe mu, edhe unë me thonë që është qysh më konë si hasreta qysh me thonë, edhe Lukja, nona, babi tem shumë ka dosht, edhe kur ja ka nisë shkolla, Lukja me ka lut babin tem me më qu mu në Kosovë, me najtu në me ata, se qysh unë me najtu në shkollë, me shkryj shkollën e Boshnjakve, pedini më njerës të asaj kohë se qysh kanë menu. Nënës teme gjithmonë i thamë, nuk e di se qysh ke mujtni. Mine 5 vjetë me lanë me shku me Lukën me jetu. Unë e algën teme kur në jetë nuk e kisha lanë. Jo me 5 vjetë, po me 55 vjetë nuk e kisha lanë. Të më thonë me kërkon heq. Ajo thot gjithmonë, ju më konë budal, nuk i pas atëherë me fol, edhe nuk më do kje diçka, edhe në fakt ma shumë i kish Lukja kishe me ja hek një teret, sepse nëna e me ka punu si kalli. Ma shumë për këtë punë edhe plus për shkollën teme, normal. Edhe gjithmonë ma përmend këtë situatë qysh i ka ra pishman, qysh nuk e ka të vetë kërkosh, e që si sena, dhe më thanë. Ama ja mo ka kalu, nuk është unë që tash e kam në i farë problemi me nënën teme, vetëm thjesht i thamë ase e kam fëmin tem, i thamë qysh së di qysh ke mujtë unë, nuk isha mujtë kur një jetë. Lukja e me ka pas një smuj ekstrem të keqe, edhe për fat keq ka përfundu që ashtu që ka përfundu, besam në njërë ma të mirë, sa ja nuk e dhja egziston më. Ka ras muja sajna, edhe unë jam këthuj të print e mi, e di që është si që shtuhet humorizi, ama seriozisht jam këthuj, se ma merë menja që une me paskona ja gjallë, unë qatë i kisha met me ta, edhe plus unë kish martu me 18 vjetë, plus dhe tash 3-4 fëmi i kisha, 100% jam e sigurt. Us mua jo edhe që me thonë u shëru këto, që me thonë ka marrë ato hemoterapijet këto e në Serbie, ka do që ka mujt, tapet kur gjë nuk i ka ndihmu, edhe masi që us mua jo edhe ka deke e të jo, edhe mdo këtë ju nuk jam e sigur që ta nuk po m'kujtohet sakt, mdo këtë që Lukja qaq nuk ka pas qef me viktimizu vetën, që nëse unë s'jam gabim, jo u konë smut edhe njerës mjek t'i kanë thonë se shka ko, për i farë smuje është, edhe ajo kërkujna nuk i ka kallëzu, vetëm i ka thonë, Ram, unë po kam, Ram, baba jem, po kam qef me ta pru qikën, se ashtu kështu është pushime në knise, u mërzit e që si sene. Edhe vetëm me pas të qysh ndije që na i na nisë prej Kosove në Bosnjë me ardhë. Në atë kodë, dhe më thonë, sa i kom pas unë 5-6 logaritni që atëherë u konë 2005, që logaritni para 20 vite kja ka ndodhë,
edhe lukja em në atë ku kanë mundësi me ardhë vetën. Përderisa sot shumica grave nuk guxojnë as deri në market me shku vetën. Edhe ka nisu në me lukën për me ardhë në Bosnjë bashk. Edhe kena ardhë edhe mdokët kur kena ardhë në këto, ajo që atëherë i ke kallëzu këtinve që une jam smutu në mo nuk më merujt afërditën tash, kjo dhe të me nejtë këto, ane këne babi jem, o zot, si me pas dek qatë det ju do ke. Ane, me thënë drejtën, ekstrem shumë në kone lidhë me lukën teme, edhe shumë e kumë dosht, edhe nuk e di, une 7 dit kumë kajt, kur ka dek ajo dhe që jam konë shumë e vogël. Masi u smu lukja jeme, une kom ardhë këto, kom jetu këto deri në kërë kom kryu shkollën fillore edhe shkollën e mesme. Ditën kërë kom kryu në shkollën e mesme. Nese tu ne jam shku në Kosovë me rujt plokën. Ba me mene që atë pjesë veç e dini plokën, me ndoj për babën e babit tem. 9 vjetët mija, kom jetu me printe mi. Edhe nashti kom jetu me printe mi deri në vitin e partë shkollës mesme, më zgabusha. Edhe tani kom jetu vetëm me babin. Arsyeja është e di që shumica mendojnë që printe mi ndo, ama ju printe mi kur nuk ndo. Me që atëherë vetëm u patën ndo interes, ta qysh me thonë, babi jem u ndo me vllajën e vet gjë normale. Dhe na i thejshëm babs tem, me ardhë këtu në Bosnjë, me jetu me ne, sa është kështu dishka si ligje ta i ka pas hazara, nuk e di valla, nuk po më kujtu o qaja, edhe aj nuk doj, këthë kjo në veç jam plak, edhe seriosisht veç atëherë i ka pas 7-8 vjetë, se ka jetu deri 92 vjetë, edhe the kjo në jam plak, une nuk jam për me ardhë me udhtu, une des gjatë rrugës, se 7 orë është vetëm për me udhtu, edhe nuk ka dosht. Agja jem na veç, ata veç me babin tëm veç e kanë marru një shpi tjetër, shpine atënve, këtë në regull, ata kanë shpine vetë, na kina tonën, edhe aj nuk doj ki se neve na ka taku shpia vjetër, edhe aj nuk doj ki me ndru vendin e vetë. Doj ki me najt që aty ku ka najt prej mas lufte. Dhe tash neve na ka qitë pak problem, dhe më thonë, une ju më kanë 4-15 vjetë. Vllajem u kanë 13 vjetë, që është të dyshka. Motra jeme, së dhja i ka pas 4-5 vjetë, nuk jeme sigurt. Ashtë i ka pas 4 vjetë, se 9 vjetë është mas meje. 4 vjetë, dhe më thonë, une me 4-15 vjetë mija, jëmë ba non, jëmë ba bab, kom përnu, kom shku në shkollë, dhe më thonë, tana senat i kom ba. Kur tham jëmë ba non, jëmë ba bab, jëmë ba shkoku i motrës teme të vogël, une e lojsha, une e pasrojsha, une e qeshen qirë dhe une ja bëjsha detyre, dhe më thonë të gjitha, absolutisht të gjitha. Është parafërsisht story jem, ma shumë kom najt pa nonën gjatë jetës. Me i thënë drejtën, mas shumë të me nonën tajme kom najt kur jo martu. Nuk e di, për para nuk është që shumë jena kënë të lillë tas tash, 500 herë më thirë në ditë, 500 herë vjen të une. Dhe më thënë, krejt punë qka, për shana nuk më i vetë me i kryja, jam i përfundon gjitha, dhe më thënë, krejt. Sishtë kjo është story jem. Une këto jam këthy kur jam martu, në fakt, kur kom e qëtatë zonë, jam këthy me nejtë këto. Dhe është një vend që e një, është një vend që e di krejt se qysh funksionon, nuk kam qef me konë. Me thënë drejtën, kam qef me ulltu, kam qef me ndru vende krejt, ama nuk kam qef me nejt me një vend ku nuk di me funksionu, ku e kam zorë për gjdo sens. Sidomos tash që jam e fmi, nuk kam qef me riziku kur qysh. Nashtë e fmija kur të rritën, nashtë edhe i kisha provu, ama për momentin as plan se kam. Edhe shumica thojnë, shka po lëpë në Bosnjë janë e këne. Une me letrat e Bosnjës mëj me shku me tu ku du vetë. Mëj me marë vizën edhe ma kollaj se me letrat Kosovës, për une vizën e punës e gjitha këto sanë. Këto sanë shumë kollaj funksionojnë në shoqënia, gjithsa shoqënisë teme është në për Gjermani edhe nuk është ajo në i far big deal me darë, sidomos
njerëz që i një babi jam krejt dyrë, literalisht i kam qelnim. Muj me shku kur du, ama nuk jam me interesu ne, kuptoni. Muj me shku në Zvicër, muj me shku në Gjermani, ku do që thoni ju së problem, ama nuk jam me interesu ne. Du me najtë afer prindve, mi masi veç të njëtë nuk jem konë, më duke që të njëherë për njëherë, ti për mirë. Edhe masi normale qonë Albani ekstrem mirë me print e mi, pëse ju. Tash dashta me qitë maskën në ftyrë. Gjatësin e flokëve e kom ly me vaj argan, shakir loshk, me argan oil për me pipa, ka qysh me thonë, tes maskën në ftyrë, edhe moj maskën derisa ta përgaditi ushqimin, derisa të hoj buk, edhe tani hi lona feniratna e gjitha me rend edhe me fije. Harova me kallëzu që sot për mëngjes kena tost me voje edhe avokado, kështu që hajde ta marrojna. Seriozisht komet pa maska për ftyrë, kështu që sot për përdore që qëta edhe është ekstrem mirë. Edhe zakonisht kur ta depiloj ftyrën shkado. Atë pote dhe vetë, nuk duhet me qitë maskë, se shënit e shote mija. Nuk duhet me qitë maskë, ama une e adhoroj qatë ndjenje, kur ta kam ftyrën fresh, depilune, që si sene. Edhe tani pak ka pak djeg maska. Shimin e përgadita, harova krejt me qitë maskën, ama s'ka lidhje se sot është kështu kam punë me tesha, kështu që ta nshojni maqin tjetër, që tesha të qes jashtë, masi sot ora shi, edhe vazhdojmë ditën. Madje që ky vlog ma s'ka me kon pak i gjatë për nisë. A few moments later. Dhe ja ku u riktheva. Njerë do është ta mi fenirot flok, ta më mërën me kom, ta bëj një peeling për kom, kështu që e morim qëta edhe peqes në komplet komen. E bëjmë, ose ma një pjesë, shtim kom, edhe qërapin të mi. Dhe që shtu kom për i laja deri sot fëniratna. E tash, fillimisht e qes këtë uj, isha haroj me u qitë foton se për cilja është në përtje. Do tha njerë këta. Fakt për mësë më bo flok të pala. Tani shkojmë me këta piskarica për më rrit flokt. Dhe në fond e qes shkumën, ama bashkë që ta tirat nuk në kem kërpun. Shkumën për flok se kjo ekstrem për me mon flokt të pastër ta. Ma në fond i teri krejt qëto në flok shkaj konë qitë.
A preferini sa mirë i kam prej në flokt. Felëm, edhe më pëlqen se qyshu fenirata. E tash, i qes dry shampoo në këtë rast e one është Nivea, se disa vite jam për përdor, dhe maj mire është për kredi se besom një kredi kom përdor. Edhe zakonisht e qes kur t'janë flokt e lame e jo pala, se kur t'i kam pala flokt nuk kom ndimon kur gjenjës bili mu. E kështu bili ma gjatë pa milen flokt të pastë. Edhe si që shia mbi tort e qes vaj argani vetëm në maje të flokve. Thonë vetëm pak sa shumë i trash, teksturën e ka është të trash. Oh, baby, të mija. Najt, të vlenxo. Pula keqe. Pasi që ky video u bë ekstrem i gjatë, vendosa pak me shkurtu edhe me përfundu në faktor. Për momentin kam e hekurus tisha. Algen erdhe muri nëna jeme. Se në është përja gjësuar nëse i rejnë. Edhe ja, nash jemi nesër me vlogin e ri. Vlogmas të ri në fakt.